Eci me ekonomin ku fatura blerjes së energjisë për muajin gusht I ka tejkaluar parashikimet e operatorit të shpërndarjes së energjisë me të paktën 10 milion euro më shumë. Në përfundim të tenderit për importin e këtij muaji, OSHE ka shpenzuar rreth 30 milion euro për të siguruar energji elektrike në vend, ndërsa importi pritet të vijojë I lartë edhe për muajin shtator. Importet e energjisë për të përballuar konsumimin e muajit gusht do t'i kushtojnë operatorit të shpërndarjes 30 milion euro. OSHE njoftoi se ka përmbyllur blerjen e energjisë për të përballuar konsumin e muajit tashëm. Sipas njoftimit publik, kompania shtetërore e shpërndarjes ka bler 434 megawatt energji për gushtin me një çmim mesatar për 68.9 euro për mega. Sipas OSHE, kjo sasi energjie është siguruar vetëm në tentativën e katërt. Në 3 raundet e para, sasia ofruar nga kompanitë private ka qenë më ulët nga kërkesa OSHE-s për të përballuar furnizimin e konsumatorëve. Kompania e shpërndarjes thotë se u detyruar të blejë sasi rekord nga importi pasi Kesh e furnizon vetëm me një sasi minimale. Kesh ka ulur në minimum prodhimin nga Kaskada e Drinit, si dhe ka njoftuar zyrtarisht OSHE-n se nuk do të realizojë blerje energjie me kredinë e Bankës Botërore as në gusht. Sistemi energjetik vondas po përballet me një situatë të vështirë si pasojë e mungesës së rreshjeve. Rezerva hidrike në Fierz ndodhet në nivelet më të ulta, duke detyruar OSHE-n të shpenzojnë shuma të mëdha për importin e energjisë. Për periudhën dymorore korrik gusht, OSHE ka shpenzuar gati 50 milion euro për të blerë energji nga importi, ndërkohë që importet pritet të vazhdojnë dhe në shtator në sasi të larta. Kompania ka shkurtuar investimet për të përballuar situatën e vështirë, ndërsa qeveria është duke marrë në konsiderat ndryshimin e buxhetit nëse kriza energjetike do të zgjasë.